Projekti për ndërtimin e hotelit Trump International në Beograd pritej të ishte një punë e lehtë për familjen e presidentit amerikan, Donald Trump, por ndodhi një kthesë e papritur dhe Der Spiegel sugjeron se kjo mund të jetë një formë akmarrje nga ana e presidentit serb Aleksandar Vučić. Ky medium gjerman në fillim të artikullit thekson se dhëndri i Trumpit, Jared Kushner, ishte drejtuesi i projektit që përfaqësonte një shenjë vullneti të mirë nga regjimi i Vučićit në Serbi, me ndërmjetësimin e Richard Grenellit, ish ambasador amerikan në Gjermani dhe i dërguar special për dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për këtë qëllim, shkruan Der Spiegel, regjimi i Vučićit madje ndryshoi statusin e ndërtesës së shtabit të përgjithshëm, ish zyrës qendrore të Ministrisë së Mbrojtjes së Serbisë, e cila ishte shkatëruar gjatë bombardimeve të NATO-s. Megjithatë, ndodhi një kthesë kur Zoran Vasić, drejtori i Institutit Republikan për mbrojtjen e monumenteve të kulturës në Serbi, pranoi se dokumenti me të cilin ndërtesës së shtabit të përgjithshëm i ishte hequr statusi i monumentit kulturor, ishte i falsifikuar. Der Spiegel më tej pohon, duke cituar politikan opozitar në Serbi, se kjo mund të jetë një formë akmarrje e Vučićit ndaj familjes Trump. Sipas kësaj teorie, kjo lidhet me vizitën e Vučićit në SBA, ku ai kishte shpresuar të takohej me presidentin amerikan, por përfundimisht ishte kthyer pa pritur në Serbi për shkak të problemeve shëndetësore, pa realizuar takimin me Trumpin. Edhe pse Vučić publikisht ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë falsifikim, Der Spiegel shkruan se është e vështirë të besohet që diçka e tillë të ndodhë në një vend të mbushur me korrupsion, ku lideri ka pothuajse pushtet të pakufizuar. Megjithatë, gazeta gjermane gjithashtu përmend një skenar të mundshëm sipas të cilit Vučić po humbet kontrollin nën presionin e protestave studentore, që ndër të tjera kanë kërkuar edhe ndalimin e ndërtimit të hotelit të Trump në vendin ku ndodhet ndërtesa e shtabit të përgjithshëm. Thuhet gjithashtu se ky projekt është jashtëzakonisht i rëndësishëm për familjen e Donald Trump, gjë që dëshmohet nga fakti se Donald Trump Jr., djali më i madh i presidentit amerikan, e ka vizituar Beogradin 3 herë dhe çdo herë është takuar me Vučićin personalisht, të cilin madje ka pritur edhe në podcastin e tij.